Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit këtë vit, për herë të parë votohet edhe nga diaspora. Qytetarët shkodrant, pyetur nga Star Plus, vlerësojnë këtë iniciativë për përfshirjen e shtetasve shqiptar në procesin zgjedhor. Mendoj se po, se vota jashtë nuk manipulohet, kurse këtu dihet se si shkojnë. A mendoni se mund të bëjë një ndryshim? Shpresojmë. Inshallah është e mërshme. Është shumë e rëndësishme se kam jetu vetë 20 vjetë në Greqi, por nuk ishte e drejta votimet, kam marrë 1-2 herë për janë e matanë dhe kam bëjë votimin. Është bazë edhe derisa janë shqiptarë dhe kanë drejtën e votës edhe flasin shqip, kanë pasaport, kanë dokumentacion shqiptarë, është e drejtë dhe ka të peshën e vetë. E ndryshojnë se zbanë se nuk janë shumë, janë një numër i konsideru shumë që janë jashtë, pra krejt pjesa ma madhe e trive jetojnë jashtë. Është një zgjidhje shkëlqyre që ju bën për të marrë pjesë në mënyrë të ndërgjegjshme të gjithë pa preshtim. Kjo do të shërbejë edhe për të gjallëruar edhe autoritetin e gjithë kombit tonë, sepse diaspora shqiptare mund të jetë ndër diasporat e rralla në botë, është përdame si kërkund. Kjo do të jetë e veçantë për një 4 rrethe që mendoj unë që janë edhe pika kulminante të diasporës dhe në veçanti Tirana, Durrësi, Firi, që mendoj unë edhe Vlora. I këta janë 4 për të cilat mendoj unë që do të influencojnë për të ulë pak atë balancen e atyne dhe do jetë pozitive për Shqipërinë. Në këtë proces zgjedhor nga qarku Shkodër pritet të marrin pjesë 18.000 shtetas të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, ndërsa votat e tyre do të numërohen në kryeqytet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.